fëmia kur është në rrjetet sociale është më në rrugë se kudo. Çmendurisë si prindit nuk kujdesen që të kenë kontroll mbi fëmijët e tyre kur ata janë online. Në ekran ti ke vetëm duke dhe normalisht që bota e ekranit është e mbushur me duke dhe e zhveshur nga brendia, nga brendshë. Përpasoj, njeriu modern është njeriu i cili jeton në duken e vet, jeton në imazhin e vet. Këtu tashmë nuk kemi thjesht individ që janë në botën e spektaklit, po këtu rendin të gjithë të përfshirë në botën e spektaklit dhe me një telefon që kanë në xhep ata mund të jenë 24 orë 24 të përfshirë në spektakl. Ti jeton në syt e tjetrit. Në kjo Matrixi, kjo është dhe vërtet, ne jetojmë vërtet në një botë virtuale, i mbytur nga kjo lloj mënyre jetese, individi kapet aq keq në këtë lloj kurthi saqë edhe këtë zbrastin që ka përpiqet ta rimbush po aty ku e fiton zbrastin. Është ky shpërqendrimi i përhershëm i të rinjve nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet spektaklit, një lloj forme e re pushteti që i bën ata më të menaxhueshëm. Patjetër që po. Në momentin që ti klikon, ti nuk je thjesht duke u informuar, por është rrjeti social duke informuar mbi ty. Ai krijon mbi ty një përfiturim të vetin. Dhe në momentin që ai të njeh ty, njohja është pushtet. Ai ka kontroll mbi ty. Në këtë episod të podcastit Apostrof, kam kënaqësinë të kem të ftuar sociologun Ergys Mërtiri. Ergys, mirë se erdhe. Mirë. Dua ta filloj pak me këtë pjesën e rrjeteve sociale dhe ndikimin që kanë tek të rinjt. Prej disa vitesh tani që me fillimin e rrjeteve sociale, sikur të rinjt nuk po përpiqen të njohin veten, sesa po përpiqen ta prezantojnë veten, pra të shesin një identitet. Është i parë modern, pra i parë normale shoqërive moderne. Përgjithsisht shoqëritë moderne e humbin lidhjen vertikale që kanë njerëzit, ose mos e të themi pjesën e brendisë që ka të bëjë me shpirtin e njeriu, që ka me të brendshme njeriu, që ka me unin tënd real dhe e shtyn njeriu drejt fizikes, drejt dukjes, drejt sipërfaqes. Dhe aq më tepër pastaj shoqëritë të cilat mediatizohen, televizioni ka sjell një nivel shumë të lartë të zhveshjes së individit nga brendia dhe shtyrjes drejt dukjes, krijimi i idhujve të kinemas, të showbizit apo ku diun të showut në përgjithësi. E bën botën sipërfaqësore, e bën që njerëzit domos të rinj të jetojnë në një botë virtuale, një botë jo reale, pra një bota e ekranit. Dhe bota e ekranit, në ekran ti ke vetëm duke dhe normalisht që bota e ekranit është e mbushur me duke dhe e zhveshur nga brendia, nga brendshmja. Dhe përpasoj njeriu modern është njeriu i cili jeton në duken e vet, jeton në imazhin e vet, jo në atë çfarë ai ka dhe duhet të ketë thellë brenda vetes që ka të bëjë me shpirtin, me mendjen, me ndjenjat, me ku diun bota pastaj kur mjetet e komunikimit evolojnë drejt smartphone-it dhe drejt rrjeteve sociale ku çdo kush krijon median e vet, kjo bëhet akoma më çmenduri sepse këtu tashmë nuk kemi thjesht individ që janë në botën e spektaklit, po këtu rendin të gjithë të përfshirë në botën e spektaklit dhe me një telefon që kanë në xhep ata mund të jenë 24 orë 24 të përfshirë në spektakl. Në momentin më të parë që ata shohin diçka që mund të jetë e shfaqshme, ata përfshihen dhe marrin rolin e duhur dhe shfaqen. Dhe kjo për mua krijon një problem të madh sepse ti humbet veten tënde, ti humbet jetën tënde, ti humbet brendin tënde dhe ti jeton në syt e tjetrit. Ti nuk jeton më për vete, ti jeton në atë mënyrë si të shfaqesh. Dhe bota këtu humbet intimiteti, nga parasysh shumë shkrimtar, shumë të njohur të cilët e kanë trajtuar këtë dhe më shumë thonë që nuk ka gjë më të tmerrshme, nuk ka inkuizicion më të madh ndaj qenies njerëzore se sa kur ti vret intimitetin. Kur vret intimitetin ti e ke vrarë njeriu, sepse shfaqja nuk është e jotja, është ajo çfarë ti ndan me tjetrin. Ajo çfarë është e jotja, ti çfarë ti mban për veten tënde. Dhe vrasja e intimitetit, zhdukja e intimitetit, të thel mos vlerësimi i intimitetit prodhon njerëz të cilët humbasin vetveten, kanë humbur qenien e vet. Dhe nga njerëz të cilët nuk jetojnë realisht jetën e tyre, po jetojnë jetën e të tjerëve apo jetën që të tjerët shohin tek ata. Dua të ndalem pak, nuk e di nëse ke të kariron mundësia ose ke patur kohë të ndjekësh këtë serialin Adoleshenca që doli përpara disa kam ndjek vetëm një pjesë, do të thënë njërin prej të dytën thjesht po e shikonin fëmijët e mi në fakt dhe më pash një pjesë me ta po. Është i fokusuar pikërisht te kjo pjesa, domethënë si ndikojnë rrjetet sociale tek të rinj dhe sidomos tek adoleshentët që ata mund të jenë në dhomën e tyre dhe ti mendon se janë të sigurt, por në të njëjtën kohë ata janë përballë gjithë botës, domethënë të ndikuar nga shumë gjëra.
Dhe është ky fenomeni që në anglisht quhet red pill, që vjen nga filmi Matrixi, domethënë pilula blu dhe pilula e kuqe, ku pilula e kuqe supozohet të tregoj se si është bota në të vërtetë, domethënë pa këto iluzionet që na jep ndonjëherë media, politika dhe shoqëria. Dhe ekziston një lloj tendence, domethënë tek këta influencer që flasin për këto, Andrew Tate ose të tjerë që flasin për këtë lloj kulture, domethënë red pill, që ju flasin zakonisht djemve dhe djemve të rinj, të adoleshent, që përpiqen t'ju thonë që realiteti i tyre domethënë është shumë i keq, shumë negativ, domethënë nuk do kenë kurrë një të dashur, nuk do jenë kurrë domethënë të suksesshëm, dhe në të njëjtën kohë ju shesin dhe zgjidhjen. Dhe zgjidhja zakonisht, domethënë ideja është ju thonë që po jetoni brenda një matriksi, domethënë ku çdo gjë që ti mendon se është e vërtetë nuk është e vërtetë, dhe ndërkohë të jep dhe zgjidhjen, po zgjidhja është gjithmonë sipas tyre në mënyrë që ti të jesh i suksesshëm, duhet të jesh i suksesshëm në sytë të tjerë, pra duhet të kesh një makinë të shtrenjtë, duhet të kesh më shumë para, dhe në një farë mënyrë ata të thonë që në këtë formë ti del nga matriksi, po nuk e di, është kjo diçka që shiko, kishte paktën po ndaj në dy pjesë pyetjen tënde. Në pjesa parë që shumë e drejtë dhe nuk e pasam parë këtë pjesë në film, kam parë shumë pak pjesë nga filmi, por unë kam thënë para filmit. Jo se jam krenar për këtë, por kjo është shumë e thjeshtë për të konstatuar që mbyllja e fëmijës në dhomën e vet me mjetet e komunikimit me rrjetet sociale nuk është fare fëmia i mbyllur, fëmia është i ekspozuar, është i hapur. Dhe unë kam thënë gjithmonë që madje me kam përdorur këtë edhe në rastin e rrugës, fëmijëve rrugaqe, thotë Rama në internet apo ku diun. Domethënë, shiko, fëmia kur është në rrjetet sociale është më në rrugë se kudo. Pra fëmia është rrugaç online themi, ose është në rrugë online dhe është për mua çmendurisë se si prindit nuk kujdesen që të kenë kontroll mbi fëmijët e tyre kur ata janë online, kur ata janë sidomos në rrjetet sociale. Është njësoj si ta lësh fëmijën në rrugë. Në rrugë mendoj që fëmia është më i mbrojtur se në rrjetet sociale, sepse në rrugë ka kalimtar, të cilët janë të rritur dhe midis kalimtarëve mund të jetë edhe një i përgjegjshëm që nëse shikon që fëmia jote po bën diçka ose është i kërcënuar nga diçka mund të lajmërojë policinë apo mund të ndërhyjë. Kurse në rrjetet sociale nuk ka kalimtar të rastit dhe kryesisht fëmijët pra izolohen nga sytë e të rriturve dhe ose më saktë izolohen nga sytë e të rriturve të cilët i kontrollojnë fëmijët, por mund të ekspozohen ndaj sytë e kujdo i cili mund të jetë i rritur keqbërës, mund të jetë pedofil, mund të jetë ku diun gjithçka. Dhe ti ta lësh fëmijën në rrjetet sociale dhe thotë ti ta lësh fëmijën as në rrugë, po në pyll fare. Domethënë ku ai mund të ekspozohet ndaj cili do keqbërësi dhe ti nuk e sheh, ti mendon se ai është i mbrojtur. Sepse përgjithsisht njerëzit prirën të mos e kuptojnë atë çfarë është virtuale, domethënë e shikojnë që ai fizikisht është i mbrojtur, është brenda 4 mureve të shtëpisë, por në fakt ai aty dhe kemi parë pastaj raste sa duash abuzimesh nga më të ndryshme. Tani kjo matriksi, kjo është dhe e vërtet tek e fundi pavarësisht se për çfarë përdorin ata, ne jetojmë vërtet në një botë virtuale dhe madje edhe kënaqësinë dhe lumturinë kërkojmë ta gjejmë në këtë virtualitet, e cila në fakt nuk është kënaqësi dhe lumturi reale. Kjo është një pra kjo sjell tek njeriu një zbrasti shumë të madhe në fakt. Dhe i mbytur nga kjo lloj mënyre jetese, individi, sidomos fëmia dhe adoleshenti, kapet aq keq në këtë lloj kurthi saqë edhe këtë zbrastin që ka përpiqet ta rimbush po aty ku e fiton zbrastin, pra prap në virtualitet, prap në rrjetet sociale. Ndërkohë që në thelb njeriu është një qenie tjetër, njeriu është prodhuar për të qenë një qenie sociale, një qenie e cila ka trup, mendje, shpirt, ndjenja dhe njeriu e prodhon ose e kultivon vetveten në shoqëri, por në shoqëri reale midis mish. Në virtualitet ti prodhon më shumë një lloj misie jo të vërtetë, jo real, ti nuk ndan realisht, ti ndan në mënyrë sipërfaqësore në virtualitet. Kështu që virtualia ka sjell ose më saktë përpiqet të kompensojë mungesën e shoqërisë, por në fakt virtualia në fakt na e ka zhvendosur shoqërinë, pra se duke u marrë me botën virtuale kemi humbur miqtë e vërtetë dhe pastaj miqt përpiqemi të kërkojmë pikërisht në botën virtuale. Pra ajo na ofron misi, ndërkohë që na ka shkyçur nga jeta sociale, pra na ka izoluar nga jeta sociale, na ka kyçur nga jeta sociale dhe pra zgjidhjen ta jep, po zgjidhjen ta jep brenda helmit. Ky ndoshta është një lloj shpjegimi sepse jemi pothuajse gjithmonë të pakënaqur në ditët e sotme, jemi sigurisht. Gjithmonë në kërkim të diçka dhe asnjëherë ajo bosh lloku nuk mbushet. Shiko, është mashtrim që ne kemi para disa duash dhe video dhe foto, domethënë dhe ilustrime artistike shpeshherë që ti mund të jesh shumë i zhgënjur, shumë i mërzitur, shumë i dështuar, apo në momentin që ti do bësh një post që do ta nxjerrësh në Facebook apo në Instagram apo në TikTok, domethënë ti do bësh sikur po qesh, sikur je i lumtur etj. Pra
është një shtirje shumë e madhe dhe një botë e shtirur e gjitha e cila në thelb e cila thjesht mbi gjitha shkatron kohën e individit, shkatron aftësinë e tij mendore. Shumë ka studime të cilat tregojnë sot që fëmijët e kanë të pamundur të përqendrohen, kanë mungesë thellë përqendrimi. Nuk shkruajnë dot më shumë se një paragraf, sepse janë mësuar të shkruajnë statuse, jo të shkruajnë një ese për shembull. Nuk lexojnë dot më shumë se një faqe, sepse janë mësuar të lexojnë gjëra të shkurtra. Pra, mungesë e thellë përqendrimit dhe mungesë e thellë e fuqisë për të përdorur aftësitë tua kognitive, të aftësitë tua më të rëndësishme që kanë bënë me mendjen tënde. Nuk i përdor dot sepse truri i njeriu është ka prodhuar një rutinë të funksionuari ndryshe dhe nuk mësohet dot të funksionojë në një mënyrë më normale. Kjo pyetje tjetër mund të tingëlloj pak konspirative, por nuk është ky synimi, domethënë jam edhe vetë si person jam kundër teorive konspirative. Po a është ky shpërqendrimi për hershëm i të rinjve nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet spektaklit, nëpërmjet dukjes, një lloj forme e re pushteti që i bën ata më të menaxhueshëm dhe më pak kritik? Patjetër që po. Shiko, në një plan caktuar, pati ka të studime që merren dhe i trajtojnë këto gjëra, domethënë që rrjetet sociale thyen atë që në modernitet njihet si monopoli i medias. Mediat e mëdha, duke qenë se kanë masa të mëdha shikuesish, ata prodhojnë dhe politikën, pra prodhojnë, ata janë themi opinion bërësit më të rëndësishëm, ose dhe madje studiues, sociolog thonë madje që ato prodhojnë dhe kulturën tashmë. Pra kultura nuk është ajo që njerëzit jetojnë në realitet, por ajo që njerëzit shohin televizor, duke parë në televizor themi duke ndjekur modele të cilat shfaqen në televizor, ata fillojnë të ndjekin këto modele dhe këto modele pastaj bën udhërrëfys i njerëzve, nuk bën më vlerat shoqërore apo prindit apo mësuesit apo modelet të cilat ti ndesh në jetën reale. Modelet janë ato të cilat ti ndesh në ekran. Dhe modelet e ekrani janë modele spektakli. Kjo spektakularizon jetën reale, e zhvendos jetën nga realiteti në spektakël. Dhe në këtë kuptim unë them që sigurisht që rrjetet sociale ndikojnë, media ka prodhuar atë monopol mbi kulturën dhe politikën, mendimin dhe gjithçka. Rrjetet sociale sollën një thyre të këtij monopoli, pra domethënë ja morën nga duart monopolin medias konvencionale, tradicionale, sepse tashmë gjithkush është në media. Mirë po, ato nuk e spektakularizuar në jetën që prodhonte media konvencionale. Përkundrazi, e shpërndan spektaklin kudo, pra në mënyrë atomizuese, dhe gjithkush tashmë duhet të jetë pjesë e spektaklit. Në këtë kuptim mendoj që sigurisht njeriu i rrjeteve sociale, pra njeriu themi i epokës së sotshme nuk është si ai i epokës së dikurshme që kontrollohej nga televizioni, por tashmë kontrollohet nga gjëra të tjera, nga algoritmet. Tashmë kontrollohet nga mjetet të tjera më të sofistikuara dhe më të padukshme. Pra nëse ti në televizion shikoje një emision dhe thoje kjo është propagandë, nëse ti kisha aftësi ta kuptoje, pavarësisht se prap ndikon mbi ty, ti tashmë as që ke mundësinë të kuptosh ku është propaganda, sepse ti humbet kontaktin me realitetin e vërtetë. Për shembull, të marrim një element shumë të thjeshtë. Kur ti je në rrjetet sociale dhe interesohesh për politikë, ti klikon ato që të interesojnë. Dhe në momentin që ti klikon, ti nuk je thjesht duke u informuar, por është rrjeti social duke informuar mbi ty. Ai krijon mbi ty një përfytyrim të vetin. Kupton çfarë ti pëlqen, çfarë ti klikon, për çfarë interesuar, çfarë ti debaton, çfarë mendon, dhe gjithë ato prodhon algoritme ku ai të deshifron ty dhe të njeh ty. Dhe në momentin që ai të njeh ty, njohja është pushtet. Ai ka kontroll mbi ty. Edhe ai të ofron ty reklamat që për të cilat ti je interesuar, po ai të ofron dhe informacionin për cilin ti je interesuar. Dhe ti kujton se bota është ajo, sepse ty gjithmonë të dalin njerëz të ngjashëm si vetja. Kjo mënyrë të komunikimit të izolon ty nga njohja e njerëzve vërtet. Kurse në jetën e përditshme ti do të ndeshesh, pavarësisht se ti zgjedh miq, po ti nuk e shmang dot të ndryshmin. Kështu që shumë studiues thonë që rrjetet sociale prodhojnë gjithashtu militantizëm, prodhojnë radikalizëm, prodhojnë ekstremizëm, dhe njeriu priret, sepse kur ti flet gjithkohës me të ngjashmet e tu, ti priresh të bësh gjithmonë më radikal tek ajo çfarë ti ke bindje. Kurse kur ti
ke kontakte të vazhdueshme me të kundërt, me ide të tjera të ndryshme, pra me diversitet, ti përjesh të jesh më tolerant, më i butë, të mirë kuptosh palën tjetër, të kuptosh pak më thellë, të krahasosh dhe të peshosh gjëra. Pra njeriu i formsuar për rrjeteve sociale është më i kontrollueshëm sepse mendon më pak dhe është më i paaft për të pasur mendim objektiv, mendim kritik dhe mendim kreativ. Kështu që për këtë arsye, nëpërmjet tyre algoritmeve, ky lloj njeriu, pra jo për konspiracion, por edhe vetë funksionimi i makinës prodhon kontroll mbi ty. Pra, në mos qoftë dikush që e kontrollon makinën, rrjetin social nga pas, është makina tek e fundit që të kontrollon dhe kjo është akoma edhe më e keqe se sa dikush. Por sigurisht që ka dhe aty njerëz që kontrollojnë për arsye X apo Y dhe këtë kemi parë edhe në Amerikë kudo që janë ndikuar. Dhe madje kanë kushtëzuar rezultatet. Duhet të pyes pak dhe për këtë pjesën e inteligjencës artificiale. Është një gjë që po përdore domethënë gjithmonë më tepër, domethënë çdo ditë unë edhe vetë e përdor për detyra. E përdor kryesisht për detyra që mund të jenë pak më nuk jam në shkollë për momentin, okay. Po për detyra pak më gjatë ditës, detyra pak më banale, nuk e di, duhet të dërgoj një email apo një mesazh diku pasi e kam formuluar, i them ma bëj të tingëlloj pak më miqësor, pak më i butë, pak më i jashtër. Po dhe ai të përgjigjet. Të përgjigjet. Po. Po në të njëjtën kohë a ekziston rreziku, domethënë dhe për kësaj inteligjencë artificiale që ta përdorim akoma më pak mendimin kritik, domethënë në qoftë se i drejtohemi asaj me çdo pyetje dhe i drejtohemi asaj të na shkruajë gjëra dhe të na jap informacione gati. A mund të na bëj pak më budallë në thonjë se besoj që jemi mjaftueshëm të tillë. Them këtë jo pa ironi themi se ky është realiteti i sotshëm, por sigurisht që inteligjenca artificiale ka sjellë një debat goxha të madh sot mbi efektet, dëmet dhe shqetësimet që ajo sjell mbi të ardhmen e shoqërisë moderne. Dhe unë mendoj që jemi akoma në fillim dhe akoma nuk kemi zbuluar se cilat do të jenë vërtet efektet e kësaj lloji teknologjie. Shiko, ka një gjë që për cilët duhet jemi të vetëdijshëm, çdo teknologji, çdo mjet teknologjik ndikon tek njeriu dhe tek shoqëria. Dhe ajo çfarë është e tmerrshme ndonjë tek teknologjia, unë jam kritik ndaj përdorimit të teknologjisë, pavarësisht se nuk jam ides që ajo të zhduket, sepse nuk është e mundur pikë parë dhe dyta nuk është qëllimi ky. Por ne duhet të jemi kritik sepse duke qenë kritik ne kemi mundësi që të pengojmë dëmet që ajo sjell. Ne asnjëherë nuk e dim efektin përfundimtar që ka përfshirja e një teknologjie. Për shembull, në momentin që u shpik shtyp shkronja, sigurisht që u brohorit kjo, sepse të gjithë menduam që tashmë do lexojmë më shumë libra. Por a e bëri kjo më të mirë jetën tonë? Dyshoj shumë te kjo, pavarësisht debateve që mund të kemi në këtë pikë. Ajo çfarë sjell shtypshkronja në thelb dhe që ndeshëm edhe sot është zvetimi i komunikimit i librit në vetvete. Pra sot shkruhen mijëra libra dhe shumë pak lexohet. Ose më saktë nga ana tjetër të shkruarit mijëra libra sjell ulje serioze të cilësisë së të shkruarit. Dhe shtimi i librave nuk ka qenë një gjë e mirë për botën, mendoj unë, përkundrazi ka sjell rritjen e mundësisë mediokritetit për të përhapur. Futja e radios gjithashtu është parë si një zhvillim më i madh, por ama radio ç'a bëri? E zhvendosi vëmendjen nga libri, një prej dëmeve më elementar. Televizioni me radh dhe gjithçka që sjell teknologjia në fakt sjell probleme të cilat vonë fillojnë, pra me kalimin e kohës fillojnë kuptohen, sigurisht disa shqetësime mund të lindin, por kur ato probleme bëhen shumë të mëdha, atëherë njerëzit fillojnë kuptojnë se çfarë problemi na ka sjellë kjo. Po ndërkohë ne kemi arritur të fusim një teknologji tjetër. Do mendoj që ky është një me probleme të mëdha të botës moderne sot, sepse ne kalojmë nga revolucioni në revolucion kulturalisht, nga efektet që sjell teknologjia dhe ky transformim i vazhdueshëm e ka bërë botën moderne të jetë në tranzicion permanent. Ne nuk kemi fuqi mendore për të kuptuar problemet që na sjell e reja dhe sa ne ti kuptojmë këto dhe sa të përpiqemi të gjejmë zgjidhje, ndërkohë na ka dalë një problem tjetër dhe kjo e bën botën tonë të në një presion të jashtëzakonshëm problemesh të cilat ndaj të cilave shpeshherë ne shohim njerëz që thonë po mirë, kjo është normale sot. Po pra janë normale sepse ne nuk kemi pasur vëmendjen e duhur për të zgjidhur apo për të kuptuar apo për të penguar, për ndaluar etj. Dhe por nuk kanë qenë normale dikur.
Sigurisht tashmë ne duhet të mësojmë me normalitetin e anormales, me normalizimin e anormales, por unë mendoj që kritika është ajo që të paktën na bën të vetëdijshëm dhe na ndihmon sadopak që të minimizojmë kostot e problemeve që rrjedhin nga teknologjia. Si mund të jetë një rrugdalje ose një zgjidhje, domethënë përballë këtij presioni që kemi nga zhvillimet teknologjike kaq të vrullshme? Po pikë parë mendoj që ne duhet të heqim dorën nga komercializimi ekstrem që kemi ndaj përdorimit të mjeteve teknologjike në përgjithësi. Për shembull, rrjetet sociale nuk janë thjesht instrumente të cilat janë instrumente tregu, pra unë kam e shes dhe ti e blen, domethënë nuk mund të jenë tilla sepse ato ndikojnë në mënyrë të tillë mbi jetën tonë, saqë ne nuk mund t'ia lëmë epshit për të pasuruar ushtrimin e ndikimit që prodhon kulturën tonë. Pra është diçka që e tejkalon themi thjesht çështjen e të drejtave të tregut. Po. Dikush mund të akuzojë se jemi majt, por nuk jam fare i majt sepse në thelb e djatha nuk e ka tregun të shenjtë, pavarësisht se ja lë tregut i zgjidh gjërat. E djatha konservatore në thelb është e prirur që ta çojë individin drejt shoqërisë, drejt komunitetit dhe sigurisht drejt lirisë, ku në komunitet ti ke mundësi të shprehësh më të mirën tënde. Por krijimi i këtyre mjeteve komunikimit dhe kjo lloj kulture e sunduar nga fitimi, nga tregu, e shkatron komunitetin, shkatron njeriu, shkatron elementet më thelbësore të njeriu. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që shoqëria, shteti, kur them shteti duhet të ketë një tjetër lloj qasje ndaj mënyrës se si e kupton marrëdhënien me individin. Po më shumë shoqëria në thelb dhe më shumë kritika duhet të prodhoj kufizim apo orientim të mënyrës se si ne komunikojmë dhe se si ne i lejojmë të funksionojnë këto lloj mjetesh. Pra ne duhet vendosim kritere, mendoj ne duhet vendosim kufizime, ne duhet vendosim dhe stimuj për ta zhvilluar teknologjinë aty ku ajo është e dobishme dhe për ta dekurajuar aty ku ajo është problematike. Sigurisht kjo është thjesht një ide e zbatuar pastaj në realitet, kjo kërkon projekte shumë të hollësishme që shpesh mund të jenë të dështuara, por unë mendoj që bota nuk ka mënyrë tjetër përballje se sa marrja seriozisht e problemeve. Pra ne nuk mund të themi tashmë që ne do dështojmë ta zgjidhim dhe kjo nuk është arsye për t'i lënë problemet pa zgjidhura. Në fakt ti e përmendë pak edhe në fillim të bisedës marrëdhënien e adoleshentëve dhe të rinjve sot me prindrit. Domethënë ata janë të hapur ndaj gjithë botës, por duket sikur ka një mungesë të theksuar komunikimi midis fëmijëve dhe prindërve. Duke patur parasysh që sidomos adoleshentët ose gjenerata Z kanë një kulturë komplet të tyre. Kanë fjalë të tyre, të shprehi, domethënë një mënyrë komunikimi është një gjë komplet ndryshe nga ajo prindërve, ndryshe edhe nga e imja, po them jam millennial. Ndonjëherë kam të vështirë ti kuptoj dhe të hyj brenda botës së tyre. Dua të di si e shikon ti këtë pjesën, sepse përmendej që prindrit duhet të jenë më aktiv për të kontrolluar fëmijët, domethënë çfarë bëjnë në atë botën e tyre online. Po si e sheh këtë diferencën e madhe që ekziston midis fëmijëve dhe prindërve? Po kjo është shkatruese sepse shikoj, të themi, kush edukon fëmijët sot? Po marrim vetëm edukimin, se shoqëria ka shumë, edukimi është një prej elementeve shumë të rëndësishëm që e përbën shoqërinë. Por shoqërizimi është, ku diun, punësimi, është të menduarit, mendimi, ku diun, ka shumë gjëra. Po struktura sociale që nuk funksionon. Edukimi, kush edukon fëmijën? Sot nuk edukon më prindi, nuk edukon më as shkolla. Sigurisht të dyja këto kanë influencë mbi fëmijën, por shumë rrallë dhe shumë pak prindja apo mësuesi apo shkolla apo ku diun programet kthehen në modele për fëmijën. Fëmijët modelet sot i gjejnë online. Po. Dhe në mos qofshin deri dje kanë qenë yje kinemaja apo futbollist, por sot janë dhe këta që shahen e zihen nëpër rrjete dhe krijojnë këto ringjet virtuale ku fiton ai që shan më shumë apo ku lën dhe takime për të rrahur apo ku dëgjon. Pra modele kthehen edhe këto. Jo se s'kan qenë modele të tilla më parë, sepse modelet e rrugaçërisë kanë qenë aty. Por është
tjetër gjë rrugaçeria fizike në rrugë dhe tjetër gjë kjo virtuale ku fëmia jot kyçet një pjesë të madhe ditës dhe ti as nuk e di çfarë po bën. E para, dyta, fëmia dikur sigurisht e kishte edhe modelin e keq, po e kishte edhe modelin e mirë. Kurse sot ai e zhvlefson totalisht modelin e mirë. Sot të kesh model babain tek shumë për adoleshentëve është, ku diun, ti je old fashion, ti je i prapambetur, ti je madje mund të biesh pre bulizmit. Çështja është kulturalisht çfarë ofron. I shoh fëmijët e sotshme dhe një nga problemet më të mëdha, terrori më i madh që sot është për një fëmijë që ne nuk i japim modele, nuk i japim kulturë, ne nuk i ofrojmë mjedis kulturalisht të shëndetshëm që ai të rritet në mënyrë të shëndetshme, pastaj të zgjedhë çfarë të dojë, por të paktën ai të rritet në kushtet e duhura për të qenë nesër një qytetar i përgjegjshëm, një qytetar normal, një qytetar që jetoj normalisht. Kjo për mua është shumë shqetësuese dhe fakti pastaj që komunikimi është shumë i vështirë midis prindit dhe është pikërisht sepse jetojnë në botë ndryshme. Dhe kjo botë ndryshme është pikërisht prodhuar nga virtualiteti. Pra duke jetuar në botë virtuale, ne jetojmë në botë paralele, ne fizikisht jetojmë bashkë, por botët tona janë krejt larg njëra tjetrës në mënyrë paralele. Dhe duke qenë tilla, si mund të komunikojë një prind me një fëmijë, si mund të ai të ndikojë, apo qoftë të ndikohet, se ndoshta mund të ndikojë fëmia tek prindi, po duhet të ketë komunikim. Dhe kjo është krejtësisht e panatyrshme sepse në thelb e ka zhveshur njeriu nga shumë prej dimensioneve sociale që ka. Shiko, njeriu them unë në shoqëritë tradicionale ka jetuar në kushte krejt tjera. Ka jetuar aty në mjedis komunitar. Në mjedis të komunitar ti gjen të gjitha gjërat. Ti gjen edhe plakun, edhe prindin, edhe ku diun xhaxhallar, ku diun farefis. Gjen dhe fëmijë më të rritur se ty dhe fëmijë më pak të rritur se ty dhe ti e merr kulturën nga jeta reale. Ti shikon se si sillet prindi me babain, me maman, me xhaxhain, me gjyshin, me tjetrin. Dhe ti e merr dhe shembullin e keq dhe shembullin e mirë, po ti pastaj gjykon ti kush është i mirë, kush është i keq, kur ti shikon në realitet. Kurse kur ti kyçesh në mjedise bashkëfushatarësh, pa kontroll dhe pa objekt, pa objektiv, pa plan, pa një themi një vizion apo një ide se ku do mbërrish, sepse shoqëria presupozohet se ka një realitet, ka një. Pra, tek fëmia, shoqëria shikon të rriturin e nesërmë dhe përpiqet t'i ofrojë rrugën se si ai të shkojë deri tek rritja, deri tek i rrituri. Kurse aty ai nuk ka asnjë objeksion përveç argëtimit, përveç gallatës, përveç asaj që i tërheq vëmendjen. Dhe ajo që tërheq vëmendjen në rrjetet sociale nuk është normalja, është anormalja. Pra po të shohësh ti kush janë. Nuk e di se unë nuk i ndjek këto rrjetet sotshme, po janë fenomene, për shembull, nëse deri diku kanë qenë personazhe si Lek Plepi apo këtë gjë, nuk e di kush janë të plepat e sotshëm që prodhojnë tërheqjen e vëmendjes. Por kur ti ndeshesh çdo ditë me orë të tëra dhe shikon vetëm budallëqe dhe argëtohesh me to gjithë ditën, ai budallëku fillon të bëhet normal. Përkundrazi, ti shikon prindin si anormal. Ti shikon atë që është krejtësisht, ku diun, i shkolluar apo i lexuar apo është një njeri me virtyte apo është një njeri krejtësisht normal, ti atëherë shikon si anormal. Ideja që je old fashion çfarë do thotë? Je anormal, se normali është tjetër trendi. Do thënë, por në fakt ky old fashion i varet edhe se trendi, domethënë është varet edhe çfarë quhen trendi. Pra, dhe në këtë ka një, për shembull, Pierre Bourdieu është një autor që trajton televizionin në fakt, dhe ai e trajton këtë me televizionin, por rrjetet sociale janë akoma dhe më agresive në këtë drejtim. Dhe ai thotë, televizioni vuan nga nevoja për të tërhequr vëmendjen dhe televizioni e tërheq vëmendjen nëpërmjet anormales, nëpërmjet budallëqeve, nëpërmjet pra asaj që është e veçantë. E veçanta është, normalja është nuk është e veçantë, është e përgjithshme. Kurse anormalja është e veçantë. Dhe ti ekspozon anormalen, po për të tërhequr vëmendjen, për të rritur shikueshmërinë, sot për të rritur klikimet, ti duhet të bësh këtë nëpërmjet anormales. Po kur ti e bën për ditë këtë, sepse për ditë ti ke nevojë të tërheqësh vëmendje dhe të marrësh klikime dhe shikime, atëherë çfarë ndodh? Njeriu normalizohet me atë. Dhe prodhon një shoqëri anormale. Një gjë që kam vëre për një periudhë kohë kam jetuar jashtë Shqipërisë dhe kam përdorur rrjetet sociale dhe atje, përfshi edhe TikTokun, dhe është kjo që thua ti, që domethënë që ka nevojën për të tërhequr dhe për të mbajtur vëmendjen gjatë gjithë kohës, dhe për këtë ata që krijojnë kontent duhet bëjnë gjëra sa më anormale, por ajo që kam vëre është se atje anormalja ishte diçka, për shembull, nuk e di,
njëri që ha një ushqim në një mënyrë jo të zakonshme, nuk e di, e ha duke u mbllaqitur, duke bërë zhurmë ose duke bërë diçka tjetër, ndërkohë që gjatë kohës që e përdor këtu, shoh që anormalja është diçka shumë agresive, shumë brutale, domethënë përfshin të shara, përfshin sulme online, nuk e di pse e kemi kaq të theksuar ne si shoqëri, domethënë këtë lloj agresiviteti. Sepse ne nga në përditshmërinë tonë të përgjithshme ne vim nga një kaluar anormale. Komunizmi ishte një anormalitet, një çmenduri dhe anormalja e kësaj anormales tonë duhet të jetë shumë herë më egzageruar, themi. Po, domethënë ata që i përdorin kryesisht rrjetet sociale janë të rinj që nuk e kanë jetuar periudhën e komunizmit. Janë rritur nga prindër që kanë kaluar atë, domethënë edhe janë rritur një mjedis i cili akoma dhe sot nuk është çliruar nga shumë prej anomalive, shumë prej klisheve, shumë prej mendësive, shumë prej ngurtësive, strukturave të menduarit komplekseve që burojnë nga ajo periudhë. Dhe mbi gjitha jemi një shoqëri e pa kultivuar, pra nëse ne, pra gjithë gjysmën e dytë të shekullit 20, kur shoqëria themi perëndimore mori hovin e saj të zhvillimit, u zhvillua shumë aspekte, themi, përveç zhvillimit teknologjik, ekonomik, kulturor, pati edhe zhvillime në letërsi, në art, kulturë etj, pa rritjet e universiteteve etj. Ne nuk i kishim këto, ne pavarësisht se kishim universitete edhe ne, po ne nuk na lejonin të lexonim letërsi moderne, lexonim vetëm klasikët dhe ato me gishta, domethënë se ne nuk studionim shkenca politike në ato kohë, ishte ndaluar, nuk studionim dot filozofi përveç marksizmit, nuk studionim dot sociologji, psikologji, gjitha këto ishin të ndaluara për ose edhe ekonomi përveç ekonomisë politike të marksizmit. Domethënë një brez i rritur në ignorancë, ku ignoranca është sankcionuar dhe institucionalizuar në institucione, në ligje, në modele, në gjithçka, sigurisht që do prodhoj kur ai del në botën e hapur një normalitet tjetër dhe një shoqëri pastaj e preardhur nga një brez pa kulturë, sigurisht sot jemi edhe më pa kulturë se në atë kohë, patjetër. Por krahasuar me botën moderne, ky brez jon këtu brenda ishte tmerrsisht pa kulturë dhe pa zhvillim. Dhe fëmijët e tyre sado që tashmë kanë filluar të normalizohen dhe të përafrohen, themi, bashkëpunëtorëve të tyre në perëndim, sigurisht që kanë boshllëqe apo handikape apo çrregullime që vijnë nga mjedisi ku ata janë rritur. Kjo mendojmë që është një prej, pra këtu tek ne kemi filluar të kemi problemet e botës perëndimore, themi, apo botës moderne në përgjithësi, vetëm se i kemi më të egzageruar për shkak të prapambetjes që ne akoma kemi nga e kaluara jon. Kështu që në këtë kuptim nuk thjesht kjo na bën të jemi nga ana tjetër jemi shoqëri dhe më e dhunshme dhe më agresive, sepse prap nga një periudhë jemi rritur në një sistem dhune, terrori, dhe ajo sigurisht që trashëgohet në edukim, trashëgohet në institucione, në mendësi, në gjithë. Dhe i bëjmë agresive, domethënë gjërat se sa kudo, themi. Mirë, Gyst, falenderoj që ishe Falenderoj. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.